Me të si me të fritë studio, falemderit për kohën. Hajde të lutem. Është vendi për ty? Si të kemi? Mirje? Mirë, falemderit. I pa mësumë këso lloj emisionesh. Po gjithmonë është hera e para. E ke mesiklet? Me që është e para? Jo, nuk e kom mesiklet. Ose besoj ke marrë ti sa më përpara të natyrave tilla? Po, dorën zemër, po nuk kam pranu kur, po më kënë zonë në ko fushatës e liria ka emën, edhe jam këtu, po me knasi. Faleminderit shumë, e di që është një periudhë shumë e angazhume për ty, dhe jo veç për ty, po edhe sot besa ka qenë me aq sa kom përcjellë edhe në rrjetet tua sociale, kritu ditë i ke kalu me takimet ndryshme të shumta, qysh po shkon dinamika dhe sa po të përmbush si ndjesi takimi me njerëz të profile ndryshme. Është ndjenjë shumë e mirë kur e sheh kadishmërinë e qytetarëve dhe qytetarisë njëjtën kohë, që të përqojmë një mesazh të fisshëm për mbrojtjen e luftës, për mbrojtjen e njerëzve që kanë përfaqësuar luftën, që kanë qenë pjesë kryesore e saj. Edhe ky lloj sensibilizimi tregon që afërsia me idealen, afërsia me përgjegjësinë që e kanë qytetarët është shumë e dukshme edhe është për mu respektu. Dhe ne javën tjetër hymë në muajin shkurt, muaj ky që bartë një nga datat më të rëndësishme historike të Kosovës, si që është 18 shkurti, po në këtë datë, përpos festës së pavarësisë, do tjetë edhe një protest, po e quaj për, ashtu si që e keni thënë edhe ju, protest për drejtësi të vërtet. Po, e saktë, 17 shkurti është simbolika e një emocione dhe një realizimit të një projekti, do të të konkretizimit të ëndrrës shekullore, dhe ajo datë është përdorë edhe nga gjykata speciale, nuk e di pse për me kriju ndoshta nxënien e simbolikës festive, edhe ne e kemë gjetë edhe si datë emocionale, po edhe si datë për me përçu një mesazh për mos pajtimin tonë të deri tanishëm të asaj gjykate në mënyrën se qysh e ka perceptu juridikën edhe qysh ju ka qasë, sepse ne konsiderojmë që ka shumë anomali, jo ne, të gjithë qytetarët që kanë dy fyje racionale, po jo juridike, domosdoshmërisht e kanë vrejtë që ka tendencat të interpretimit edhe të zavendësimit të narrativave. Dhe kjo duhet jetë problem serios. Unë shpesh herë kam thonë pa cinizëm, qytetaria e Kosovës duhet të ndihmoj asaj gjykate që të demokratizohet, sepse e kam thonë edhe në raste tjera dhe të dallimi kryesor i botës liberale dhe totalitare është mënyra se qysh e përjeton juridikën. Në botën liberale zakonisht, jo zakonisht, po gjithmonë, do të thotë është prezumimi i pafajësisë, ku ti je i pafajshëm deri në vendimin final, kurse në botën totalitare ti je i fajshëm deri në vendimin final. Dhe kem parasysh edhe kem përcjell shumë seriozisht, madje edhe në bashkëpunim me ekspert fushës ndërkombëtar, nëse i përcjell në reagimet e tyre janë shqetësuese, kam përshtypjen që gjykata speciale i takon kësaj bote totalitare në mënyrën se qysh i kanë akuzu ende pa ul aty, në mënyrën që qysh i kanë përngut pa pas akt akuzë, mënyrën se qysh i kanë mbajt atje, që është shkelje drejtave të njeriut, edhe në mënyrën se qysh i kanë trajtu me konferenca, me siklete të PR-it të tyre, që ma shumë e kanë pas gajlen e perceptimit, se sa të një realizimi korrekt juridik. Prandaj, e thash edhe në fillim nuk është cinizëm, po qytetaria duhet të ndihmoj, sepse qytetaria ka rol përgjegjës në raport edhe me organizimin e shoqënisë edhe të shtetit, dhe ajo duhet të ekspozoj devijime të caktuara që të ngushtoj habitatin e keqpërdorimeve të mundshme dhe të ndikoj me presion publik. Për te kësaj të 17 shkurtit që po vjen, liria ka emër që është më shumë se një slogan, kur ka nis filet e saja të idesë, të mendimit, të krijimit, deri më sot, çka është diçka që të ka dalë për te pritshmërive? Liria ka emër si slogan, ka lindë në mënyrën se qysh e kam metaforizu kontekstin, për me dhënë një spjegim
ide se në liri ka shumë gjenerata që kanë kontribu, sepse është gjakim shekullor, edhe kam dashur në këtë formë alegorike të krijojmë për secilin mundësinë që t'ja lë emrin e vet lirisë. Sepse kur të mbledhen të gjithë, është ai mozaiku total i lirisë. Nëse veç kthehemi te lufta e dytë botërore, gjenerata e saj janë pjesë e këtij gjakimi. Është pjesa ilegale që ngërthen edhe të burgosin politik, është periudha e rrugovës pacifiste, po ashtu shumë e rëndësishme, është pjesa e guerilës që është po ashtu shumë e rëndësishme dhe konkretizimi që vjen me NATO-n. Dhe nëse krejt këto, për shpejt, pa u kthy në shekuj mrapa, janë një pjesë e lirisë, ne duhet të krijojmë idenë e inkludimit dhe jo të përjashtimit të secillit qëllim që ka pas në jetën e mirë. Dhe nuk duhet të jemi përjashtues. Ndoshta ngacmimi i këtij spjegimi ka ardhur kur jam ballafaqu me një kulturë tjetër edhe në mënyrën se qysh e organizojnë të ndryshmen duke e futur mrena panoramës së përgjithshme. Sepse kultura perëndimore evropiane konkretisht ka mri kalu krejt to gripe hastallaçe që i ka shoqënia kosovare për momentin dhe ka dalë përtej dioptrisë së përditshme politike dhe ka ndërtu një kohezion nëpërmjet narrativave të ndryshme që i ka inkludu në totalin kohezionin e vetë shoqënor. Edhe si ide e organizimit, dorën zemër ka qenë bashkëbisedim me Eliza Hoxhën, që edhe ajo ka qenë në studime në Austri, edhe atje jem njoftu edhe e kem pas ide, a mundemi të bëjmë diçka që mund të inkludojmë këtë tregimet e ndryshme, madje konfliktuoze në kuptimin politik, dhe t'ja dham hakun secillit, sepse secili e ka pas një jetën e mirë, secili ka pas gabimet e veta, por në realizimin e qëllimit për liri, secili është hisedar i barabartë në rrugtimin tonë. Edhe Eliza ka qenë shumë e pajtimit, sepse e kem nisë Liria ka emën si projekt që të përfundojmë me një muze virtual, ku ne e krijojmë se sot bota e teknologjisë digitale të ofron mundësi të jashtëzakonshme që mund është me i përdor për të mirë të shoqënisë, edhe kem shku me këtë ide. Mandej ka ndodhë Haga, edhe ka marrë fokusin total të kësaj platforme për të koncentru në padrejtësinë që na ka ndodhë edhe që po ndodhë. Edhe e kem fokusu edhe ndoshta ka marrë pesh më të madhe situata, po qëllimi inshallah kryet për marrë mirë, qëllimi është të përfundojmë me një muze virtual ku të gjitha tregimet janë mrena kësaj. Besoj të jemi dëshmitar të po këtij lajmi që e presin të gjithë qytetarët e Kosovës, e po ashtu edhe në ky finalizimi i platformës ashtu siç është nisur, pavarësisht pengesave apo që për shkak të ngjarjeve ka marrë fokus tjetër. Më përmende Austrinë. Po. Edhe studimet atje, të cilat të lanë mandej edhe për një kohë të gjatë në Austri, po para se të dalë të Austria. Në që fazë të jetës ishte Ismaili në Kosovë për të bërë përzgjedhjen për të shku në Austri, pse pikrisht gracia Austrisë edhe pse pikrisht filozofia? Në fillim nuk e kom ditë se çka po du, si ishte i ri, bile ata që e din shumë herët më që është problem, se kur nuk është... Mund ndryshoj gjatë rrugës, Po ndryshojnë gjatë rrugës, po filozofia ka ardhur ashtu natyrshëm për shkak të leximeve edhe bashkëbisedimeve ndoshta edhe rrethi, sepse mjedisi lun rol shumë të rëndësishëm. Mandej kur jam fut në atë pjesë e kam pasur që gjuha gjermane është shumë e rëndësishme për filozofinë. Madje për mos më u lodh me emra dhe mendimtar, Heidegger është një prej mendimtarëve të mëdhenj. E thotë që filozofia mund të shprehet vetëm në dy gjuhë, është greqishtja e vjetër edhe gjermanishtja. Do thotë nëse e merr katërshën e madhe të filozofëve, që është një marrëveshje kështu mrena këtij cilësimi, është Platoni, Aristoteli, Kanti edhe Hegeli. Do thotë dy janë grek, dy janë gjerman. Edhe gjatë studimit e sheh që edhe konceptet shumë të rëndësishme të filozofisë edhe bashkëkohore, nëse mund me qysh teknikisht, janë me origjinë gjermane në mënyra se qysh ndërtohen ato edhe influenca ka qenë
shumë e rëndësishme për me vendos. Mandej është edhe aspekti kollajllakut të aplikimit, sepse graci sistemin e arsimit ose Austria në përgjithësi e ka shumë të leverdishëm kuptimin e pozicionit tonë ekonomik. Nuk janë çmime që nuk mund me i përballu. Mandej edhe e ki opcionin e punës që e gjenë atje zakonisht në Evropë punojnë për me studiu edhe vetë financohen. Po nuk e presin prind, ose nuk presin dima, ose nuk presin bursa, po është një kulturë e mbjellun prej që ata janë fëmijë, edhe vetë angazhohen, vetë financohen, edhe krijojnë traditën e punës, krijojnë idenë e organizimit, krijojnë idenë e përgjegjësisë, edhe gjithë pa asnjë dallim të preardhjes ose statusit ty në shoqënor. A kanë shumë pare, a kanë pak pare, të gjithë e bëjnë atë punë. U gjende mirë në fillim të paktën? A ishe i familiarizu me gjuhën, apo fillimi prej fillimit kem nis, po është interesante që kur e ndron një bot kuptim, bot besim në mënyrë të organizimit të jetës, zakonisht në fillim nuk krahasëm, po në fillim e pësën një shok kulturor. Edhe ajo ju ndodhë krejt njerëzve që ndrojnë në mënyrë radikale organizimin shoqënor, politik, përjetimet e tyre, gjitha ato. Për shembull, mund të ndaj me ju disa këto situata. Për shembull, në Kosovë e kanë shprehi me ta përfol veshjen, ose po e nëzom shkon i prejnë flok, ta bën dikush, se i pas ke prej kështu flok, ose qka ke vesh. E kjo për neve është shumë normale, po për atje e merë si cënim të drejt për drejt të liris. Edhe bile unë e kështu për me kariku se me marë si metafor të athirin policin. Me vetë dikom pëse bimon flok kështu. Se është ndërhyrje direkte që e konsideron kultura e tyne në privatsin edhe drejten e zgjedhjes edhe të Ti a shkove me këtë mentalitetin e shqiptarit atje për të komentu? Po, edhe unë i mësum me këso fore në Austri, edhe mas ligjeratave zakonisht, ishin nacionalitetet ndryshme, dilshëm në përpave me pi naj birë, me angër naj picë, edhe 20, nga ka ndodhë 3 studentë në të njëjta tavolina hapësira. Edhe ka qenë një Hanes, më kujtohet, Gracali, Gracit Venali aty, edhe e kish bon një tatu në dorë, me skeleta, me flakme, edhe unë i mësum këtu me cinizmin edhe forët, ja bëj Hanes pëse e bane qëta. Edhe tash mënyra që e pash që diçka s'është në regull. Edhe mu ka këthy, tha, veç për mos me kanë shqiptarë. Gjithë aty ishin sociologi, antropologi, filozofi, shkenca shoqënore. Po kur ma futi kështu hunës, e mora vesh që diçka nuk është në regull. Po aji idhnaksia e shqiptarit, që do gjithëshysh me akty, edhe përja bëj, thash, jo ma këlla, e ki gjumin me kanë shqiptarë. Tha, pse? Thash, po kur shka me fjetë, nuk i menon 6 milion jahudi, që i keni vra, edhe përgjësim kështu shumë i vra është, edhe drejt për drejt edhe e kuptoj aj që unë e keq kuptova totalisht, edhe për ma bëm falë. Nuk e pata në atë kuptivë, një shok tjetër, po ashtu i Gracit, Daniel, e ka pas emnin, tha i austriak, po merë, a studjej ke antropologi, po merë, tha Ismail, tha nëse vazhdojnë qështu, tha kërkush nuk rrinë ma me ty. Tha po ta thëmë prej zemrës si shok edhe i studime edhe e kom pas si matafer. Tha nuk e dërën Austriaki këtë qasje. Tha nëse nisë me i vetë që ka ke vesh e kështu e përjetën si sulm. Tha unë e pekuptoj kontekstin. A ish një djallë që i kish ledzu edhe kronik gurë të Ismail Kadares, i kish ledzu disa studime antropologjike sa i përket Balkanit edhe Kosovës edhe Shqipëris kështu konkretisht, edhe e ndjehu si obligim. Dhe shko me umësu? Po, da shko edhe mora grushtin ftyrës, thash, ka dalë nalë se fore tona këtu nuk po dhe s'kanë, po keq kuptoj kanë. Edhe është një lloj sheje që të mbetet, që nuk bën me paragjiku
kërkon. Do është me dhanë hapësirë si cilët, edhe ajo që filozofia në mëson, po shpesh herë praktika në qëren tonë, për shkak të traditave të ndryshme, që liria e si cilët kryet aty ku nisë liria e tjetërit, që është thanje e famshme filozofike, po ato në e kësha mësu teorikisht. Po në praktikë e bëjsha gabimin që s'dëhet ba, që nëse ke lexu teorisë, po ku uno është me krahasu me realitetin, e kjo është një ndër shokët kulturore, kështu që i pëson kur e ndron. Po ka edhe shembuj të mirë, nëse do me vazhdu me shembuj për mos një lodh, për shembull aspekti i organizimit të njerëzve që kanë preardhje prej Kosovës ose prej Shqipërisë. Tash studenti, se është një fjallë atje në Austri, kështu idiom që e përdorin, dhe të ka fukara dhe studenta. Këtë studenti ma fukara se fukaraja. Edhe gjithmonë, po ata e kanë edhe kulturë, mënyrën e kursimit, organizimit jetës, e kanë shumë precize, se e kanë prej në qerëve, edhe e kanë trashëguar më gjenerata dhe gjenerata, se Austria është një vend që dhe ditën e pavarësisë e ka bo me konsensus, sepse nuk kam pas okupim që me pas dash lirimit. Dhe është një shoqëni që ka kontinuitet gjatë dhe ka traditë shumë të rëndësishme. Edhe gjithmonë të harnu për mi pagu semestrat, mi pagu ato, edhe ishë vene, gastronomi, shumica punojnë student, edhe një pjesë janë edhe shqiptarë. Edhe ka qenë një mënyrë, një zinxhiri lokaleve, që ti e zgjedh picën, mes me të vogël të madhe, edhe i zgjedh vetë që ka pëdën me i qitë. Edhe zakonisht vjen letra, edhe shkru në plotëson, edhe dërzon atje në kuzhinë, edhe ata e marojnë bas të përësis. Tash, ata që jenë mrena atje shqiptarë, edhe shkryu një lloj tradite që unë e gjeta aty, që unë merë shumë mirë, mënyra se që shgjinën shqiptarët në nërvete, edhe tash, forja është me kursy me shkru pizë të vogël, me tartë pizë e madhe, e mungiti e me marrë me vetin më ramje të lexu në bibliotekë. Sa atje biblioteka... Në vaktet me një pizë vogël. Jo, atje biblioteka e universitetit punon 24 orë, edhe katedrat e caktume punojnë 24 orë. Dhe thot edhe mësën pa se ki gale apo mshelet fakultetis është i hapur. Edhe tash ideja e përqimit të mesazhit që me përësit, edhe pas nevoj me shku me të pa tjerë të austriak të qka e të po, ka qenë kodi me shkru në fletë picës UQK. Edhe kjo ka qenë një ndër përvojat shumë të mirat të solidarizimit nërvete të shqiptarve. Edhe e përësit shumë picën e vogël, e shkruj shumë UQK, na vike pizza për 4 veta. Edhe një pjesë e angshëm, një pjesë me veti, se zakonisht atje e marrin ushqimin me veti, ajo që te pranë, jo për veti, jo për qenë kafë që i majnë në përshpi, edhe kështu na kursenim, edhe qënim mesazhin janë i tjetërit me kode. E kode ka qenë UQK. Shumë shansë pas në dëgju ma herët. Nuk e pas ka qitë dikush në pashët mënyrë të funksionimit atje, po... E këndshme, inshallah se marim vesh austriak, se ju prishet plani. Qka të mbajti edhe për të i studimeve në Grazë, Ismail? Shoqënia. Shoqënia, se kam pas shoqëni të mirë, kam pas shoqënia dhe profesora atje që kanë qenë, mandej edhe një lloj kollajllaku dhe rahatie dhe discipline që të imponohet edhe të përcetimit të situatave që si cila gja është në venin e vetë. Në raport me Kosovën, a ishe gjithkohës i interesum se qka pëndodha i përcjellë zhvillimet në vend? A i kishe ardhjet e shpeshta për gjatë atyre viteve? Po, jo shumë i obsesionum me politikën, se politika në Austri s'paku ka tjera format të angazhimit. Sepse kam përshtypjen që këtu është një obsesionim kështu overdose me politikën, edhe politika e derivon ose e nxjerr ose e krijon validitetin e vlerave shoqënore, që është shumë e çuditshme. Dhe unë shpesh herë këtu nëpër televizione, kur kritikoj qëllimshëm pak ma agresiv se sa duhet ndoshta, e bëj me idenë që duhet Kosova ta ketë një komunitet të njerëzve që kritikojnë se cëllim pushtet. Sepse ajo është një stat kulturor
edhe një formë për ngritjen e imunitetit të kësaj shoqënie dhe politike. Se po e nëzom atje nuk e kuptojnë se qysh njeri kulturalisht mund të me kanë me pushtetin. Se është e huj për ta. Sepse krejt kultura është antipustet a priori, në princip. Kur thëmë kultura, këtë mënyra e organizimit jetës dhe hapësirës publike. Normalisht që ka edhe asi që janë me pushtetin, tash mos të generalizej, se generalizime gjithmonë janë të rreme, po shumica e kanë kriju traditën ku një pjesë e kritikon pushtetin. Edhe kjo është ajo që ka e konvrejt atje në dallim, edhe ajo që ka provoj me edhonë si mesazh, sepse pushteti duhet mu marrë në pytje, sepse pushteti duhet mu bastis, sepse pushteti duhet mu vunë siklet në kritik për me nëzirë matë mirë. Edhe kjo është ideja, jo me... Së atë zonën e rehatis. Po, duhet se edhe filozofia të mësën, se nëse më vetë një se qka o filozofia, nuk ka kur gjo ma shumë se pytje, dyshim edhe kuriozitet, kur gjë tjetër. Që to janë tri parimet, nështë edhe civilizimit perendimor, sepse me pytje, me dyshime dhe me kritika, me racio, është zhvillu civilizimi perendimor, se nuk ka shtylla tjera, edhe vlerat universale që i ka të trashëgume prej judeo-kristianizmit quhet aja. Do të thëtë këto i vrenë, po obsesionim në mënyrën si që shkem na, me angër buk me politik, ajo nuk ndodhë. Se cële ka fahun e vetë, se cëli pretendon me kanë eksperti asaj se qka përfaqëson. Do thëtë kjo është edhe dalimi është në mrena filozofisë, se ka edhe filozofë që kanë bërë gabime kontekstuale, po ka edhe për hesapet të tyne politike. Për shembull, është debati i famshëm, për matë famshme viteve 70-a, fund viteve 70-a, me Sartrit dhe Foucault, dy mendje shumë të rëndësishme të historisë mendimit. Për shembull, Sartre e ka idenë e intelektualit universal. Mandej Foucault ja thëtë e ki gabim, se unë jam për intelektualin po specifik, në fushën e caktume. Jo intelektuali si trashëgëmi e botkuptimit marksist njeri u total, e ka që këtë duhet mi dit ka pak, e na shqiptarët e kem të trashëgu me atë pjesë, po jo vetëm të imponimit teorik, po edhe mënyrës e organizimit shoqëror. Sepse mrena familjeve të mbyllura, të mëdha patriarkale, ku edhe fukarallaku ka qenë pjesë e mënyrës e kalkulimit tonë të përditshëm, o dosht krejt mi dit ka pak. Me ndresh në shteker, me ndresh dritën, rrugën, me shtru, katë mi aqu shpis manaltë, dhe kjo e ka imponu njerin total. Që mandej, kur ka arë sistemi komunist, i ka korespondu edhe veç e ka validu edhe në aspektin tëri. E kjo, për shembull Foucault thëtë që nuk mundemi, sepse njeri që i din krejt s'di kur qo, duhet mënyrë specifike intelektualit të orientuar. Edhe ajo vrehet edhe në Austri, thëtë intelektual po në fahun e vetë, specifik, të mon vajzë, ders. Jo gjitholog. Jo gjitholog, se është pak si shumë. Për të kësi prap të këti, me që follo për eksperiencen edhe vitet në Austri edhe pas studimeve, plot 11 vite, a? Krejt mi mledhë. Erdhi periuda tjetër e këthimit në Kosovë. Në Kosovë e në vendin tënë që ata që të përcjellin ty për pos shkrimeve, mendimeve që ndonë shpesher edhe fotografi për qefin tëndë në vendin tënë me cilin ti e shumë i lidhur në fshatin tënë. Pra, dikush mund të edhe të mos e besoj, sepse jemi mësu që kryesisht, sidomos nëse flasim për filozof, që zakonisht mund të rinë afër një biblioteke me një godë verë të kuqe, Ismaili miret me bashqen, me perimet, me krejt këto. Sa e shion, që ka të përmbush ajo pjesë? Se cëli njeri e ka atë shpillën e vetë, atë izolimin, bunkerizimin, bashkë është edhe terapeutike, sepse edhe është një lloj meditimi, është një lloj kështu dhënie rëndësi të biosi që e qunë Nietzsche, po
atje nuk jetoj, e kam një shtëpi të babës që kam jetë, edhe zakonisht shumicën e kohës shkoj vetë atje, kur kam me lexu, kur kam me shkru, mandej edhe bashën edhe këto i organizojmë, edhe turshia e kretë... Din me i bo kretë vetë, ha? Kretë vetë i bëj. E kjo nështë ta mu ka imponu edhe për shkak që kom jetu vetë. Vetë, po, i kemësu. Edhe ajo ta kryon qatë që ajo nevoj ta kryon qatë mënyrë të organizimit dhe dashte kime gatu vetë, kretë kime... A dolin turshit e mira? Shemull, këto tjerat nuk i njej për në me. A po, eksperti turshive. Ko na i sekret se sigurisht nana jam tash i shkontu me gjithë kështu vesh. Qka ndodhë? Ja qojna një SMS për publik, jo se ma marrin recept. Okej, përmbojmë sekrete. Pak hajvare. Po, atje një lloj nutricizmi si kulture kam prej qerdheve. Dhe thot fëmijët tu rrit e mësojnë edhe mrena sistemit skolastik shkollor se çka është e shnetshme, çush dohet, çka dohet. Edhe ajo mu ka imponu në shoqërinë mrena austriakëve. Se për shembull ulesh me një austriak e din sa kalori ka kjo, çka është kjo, për çka është e mirë kjo, për çka është e mirë ajo. Ajo është konsekuencë kulturore e tyne. Dhe mandje ti çuditësh pse këta pidin krejt. Tani kur ju vjen fije e shet që e kanë një shkollim tonë, një edukim tonë edhe një trashëgimi familjare tonë. Edhe ndrimi, e shen ndrimin e paradigmës se qysh në Kosovë ka hangër një fukara, në Austri hanë sot milioneri. Se një patligjan bio, një spec bio, një asip bio, në Austri kushtojnë shumë. Edhe një katunari joni, një fukara joni, hanë si një milioner i Austrisë. Edhe e vrenë rëndësin e krejtë kësaj. Ma ne shkën të imponu ajo, edhe veç e gjenë vetën mrena një botë që s'ka qenë e jotja, po e ke përbrendsu si vlerë që e ke po që është e mirë. Edhe kjo ka ndodhë me mu, edhe zakonisht atje një hapsir që e kanë studentat, i blenë jënë do lanë që kështu tetrapak ka 2 litra, e i prejnë, i mushin me dhe mjellin mëlmesa. Në nëzomë McDonald's ose diçka tjetër, edhe kur marrojnë pasta, aty prej dritarës i marrin të fresta edhe e marrojnë. Edhe ty eshe, qudit është njëherë 2, mandej fut është në botën e tyne. Se ta imponojnë, po edhe eshe që është shumë është e mirë, edhe nuk ka asë një problem. Po këtu të ne pak është ma komplekse, për shkak që ti izolimi që ka ndodhë dheri më tash, edhe nuk kem pas mundësi krahasimi, sepse krahasimi tak fil dynjan, sepse ishe edhe gabimet, mangësit edhe përparësit tua, edhe përplëcën të marë që është e mirë edhe të lonë që është e keqe. E kjo, edhe unë sot, kur flasë me njerës, sidomos me që janë ma shumë të ri, i thëmë që me dal jashtë, me pas shok evropianë shumë e mirë, sepse i krahasëni veset edhe përparësit, edhe përparën, se pa mënyrën e krahasimit nuk ki formë për me ardhë dete të vërteta. Po e nëzomë shpesherë ndjenja e turistit, se jo mundu me a spjegu shoqënisë, ndjenja e turistit edhe taksa pagusit dalën, me shku në Vjenë si turist, mund me nejtë 6 muj dit, sa dush, po nuk e rokë Vjenën edhe nuk i rokë ato meta-regullat që quhen. Po kur jetë taksa pagus, është ndjenë komplet tjetër. Edhe e bëndalimin edhe e kim edhe spjegimin, artikulimin e spjegimit të përvojës e ki matë bazume edhe matë sakë. Në thonë, këtu janë shumë të rëndësishme. Më shkun minutat shumë shpejt, kanë vetë edhe plot pyetje, po hajde po e mbyll me këto. Si pas teje, qka bën një njeri të mirë? është tash na që provojmë me studiu filozofi, jem shumë të konservu me përgjigje kështu generalizuse, po gjithmonë edhe njeri është kontekstual, është projekti hapun. Nuk ka kur gjatë të mbyllën, se qka ka qenë njeri para do vjetë, para 100-200 vjetë, sot nuk mundet edhe mos mu qujtë. Po për mos mi shti shikus mrena kështu
konspiracionit të papregaditjes teorike, do të thotë njeriu është projekt i hapur edhe në vazhdimsi, në mënyrë permanente ndryshon. Edhe ndryshon edhe vlera, edhe bot kuptime, edhe bot përjetime. Disa konsiderojmë që janë universale, nuk e dim a janë, sepse teknologjia na ka pështjellu edhe për kem problem me të fillu edhe konceptualisht botën, po gjithmonë është kontekstuale. Se është një atjet më këthy të Sokratit një bashkëbisedim, kështu se forma e Sokratit ka qenë forma, një farforme ironike e prishjes e rahatisë e besimeve të trashëgume të rinisë polisit të Athinës, edhe ai kur i ngacmon se në fund e vrasin, sepse ja prish rahatin se pyetja të armisën me njerë, i thëtë është mirë me rej. Edhe bashkëbiseduesi thëtë jo. Thëtë po nëse rena jote pështën mikun tënë prej vrasjes nga armiku ytë, a duhet me rejtë? Thëtë po. E thëtë, a është mirë? Thashtë, asë është mirë. Thëtë, vështirësia e universalizimit është shumë problematike. Edhe qka është e mirë, është begje subjektive, për që a i lloj subjektiviteti ka relacion mandej me objektivitetin rreth, është kontekst, kur se dim saktë. Faleminderit shumë që erdhe sot, më vjen mirë që edhe në natyrë të emisionit si studio folëm, e sidomos në këtë periudhë që siç edhe e nisëm, ishte shumë e rëndësishme të flasim edhe për Liria Koemër, edhe për 17 shkurtin që po na vije, edhe si datë e përvjetorit pavarësisë Kosovës, por edhe protestës që do të bëhet. Faleminderit shumë edhe për mundësinë dhe hapësirën, edhe për gjitha. Ishte dialog interesant. Faleminderit. Shkputemi pak për marketing, ju pres në pjesën dytë.